Publicisti Hakim Ede Berisha ka reaguar me ironi dhe sarkazëm ndaj paraqitjes publike të Sami Lushtakut, duke vënë shënjestër konceptin e tij për burrërinë dhe raportin me gratë. Ajo ironizon faktin që ish komandanti dhe kandidati për kryetar të Skënderaj krenohet publikisht me faktin se i ka 2 gra, duke paraqitur këtë si shenjë force dhe ndershmërie në krahasim me rivalët e tij politik. Me gjuhë thumbuese, Berisha shtjellon një panoramë ku burrëria matet me numrin e grave, ndërsa gratë e mbledhura në tubime dëgjohen për të ardhmen e tyre nga një burr që flet me ortaken. Burrëria ligjore me 2 gra dhe 1 ortake. Në Kosovë burrëria matet me gra. Sami Lushtaku është më i ndershëm dhe më burr se Albin Kurti, sepse i ka 2 gra. Ish komandanti kryetari i përhershëm i Skënderajt për një mend i ka 2 gra dhe ka thënë që po të doj Zoti do të martoj prap. Meshkujt e përkrajnë sepse e lakmojnë që i ka 2 gra legale e jo si këta ilegale. Gratë e përkrajnë nga frika mos po u agjen burrave të tyre gruan e re. Samiu i kishte tubuar gratë e Skënderajt dhe u fliste për të ardhmen e tyre me ortaken, e citoi gruan e tij, por gratë se ditën cilën sepse për të edhe 100 gra janë një grua, do të dashuroj derisa të më uresh, shkruan Hakim Ede Berisha. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Sami Lushtaku, ja ka kthyer akuzat që kryeministri Albin Kurti ja bëri atij së pari gjatë ditës, teksa vizitonte Skënderajin për të prezantuar kandidatin e vetëvendosjes në garën për komunën. Kurti, duke tentuar t'i ndihmojë kandidatit të partisë së tij në komunën e Skënderajt, e sulmoi ashtë për Sami Lushtakun, duke i quajtur multimilioner dhe ish komandant që frikson popullin. Pa e përmendur emrin e tij, Kurti u referua Lushtakut si multimilioneri dhe tha se ish komandanti i kënaqet kur i friksohen njerëzit. Rival i Hysni Mehonit është një kandidat më shumë se multimilioner, i cili garon për të sunduar, jo për të shërbyer. Unë muj me bashkëpunu me ata që dojnë me shërbyer, jo me ata që dojnë me sundu. Unë e du shumë Skënderaj, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderaj. E tash, këta janë shumë në haltë ma. Beli janë të u friksu shumë, pra ndaj edhe po dëshirojnë të i friksojnë të tjera. Kur mos e harën, ata që këshyrin me i tu tjerë, janë të u vetë. Lidhur me këto akuzat të kryeministrit Kurti, ka reaguar Lushtaku, i cili e ka quajtur demagog shefin e qeverisë së Prishtinës dhe ka thënë se Kosovës i solli vetëm përçarje dhe sanksione nga ndërkombëtarët. Skënderaj nuk bëhet kurrë me ata që Kosovës i sollën vetëm përçarje, sanksione ndërkombëtare e prishe me aleatët ta ndërkombëtar SBA dhe BE-n, me të cilët Hashim Thaçi e ushtria çlirimtare e Kosovës krijoi miqësi nga malet e Kosovës në vitin 1998, deklaroi Lushtaku në një takim elektoral. Skënderaj si gjithmonë demagogëve ju thot jo, theksoi ai. Skënderaj është me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e me trashëgimtaren politike të saj, Partinë Demokratike të Kosovës. Skënderaj është gjithmonë me PDK-n, sepse çdo projekt publik këtu e ka vulën e PDK-s, të Hashim Thaçit e të qeverisjes sonë lokale. Skënderaj nuk është e nuk do të bëhet kurrë me ata të cilët sapo erdhën në pushtet, na e ndalën projektin e furnizimit me ujë në Brus, i cili do të zgjidhte problemin e furnizimit me ujë për qytetin dhe fshatrat e Skënderajt, e të cilët sot pa fije turpi premtojnë pendën e Kuqicës. Skënderaj nuk bëhet kurrë me ata që as FSK-n nuk e dërguan kur ndodhi fatkeqësia natyrore e vërshimeve të 19 janarit 2023, e nuk kompenzuan mbi 10 milion euro dëme në infrastrukturë publike e private. Skënderaj nuk bëhet kurrë me ata që nuk mbahen mend për asnjë projekt infrastrukturore zhvillimor në Kosovë. Skënderaj si gjithmonë demagogëve ju thot jo, e sonte Polaci e kryeshefci, Klina Epër me Marina e Makërmali i thanë sërish fuqishëm po PDK-s. Faleminderit të gjithëve për përkrajen e madhe e të pareshtur. Kjo mbështetje është dëshmia më e mirë se vizioni ynë për zhvillimin e Skënderajt përmes programit ton zhvillimor po gjen përkraje të pareshtur. Në çdo lagje, në çdo fshat të Skënderajt, u shpreh Sami Lushtaku. Unë e du shumë Skënderaj, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot ka qenë në Skënderaj për të takuar qytetarët bashkë me kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të komunës, Hysni Mehanin. Në lidhje me këtë takim, Kurti përmes një postimi në Facebook ka shfrytëzuar rastin që ta sulmojë me akuza të forta kandidatin për kryetar nga radhët e PDK-s, Sami Lushtakun. Ai atë e ka quajtur multimilioner, ish komandant që sipas Kurtit kënaqet kur i friksohen njerëzit. Në Skënderaj pushteti aktual nuk ka as program dhe as ide. Pabarazit në Skënderaj me multimilionerin ish komandant, i cili kënaqet kur i frikësohen njerëzit, janë devijim nga sakrifica e madhe e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë kontribuesve për çlirim të Kosovës, liri të popullit dhe shtetin e pavarur. Funksionet publike janë për shërbime për kushtim e jo për pasurim me sundim, ka shkruar Kurti në Facebook. Ai është mundësia e juaj dhe garancia jon që nevojat e kërkesat e qytetarëve plotësohen kurse vizioni dhe projektet për Skënderajn jetësohen me Hysni Mehanin, shërbej me pasion, dije dhe punë. Skënderaj me të në krye, pas 12 tetorit me pendën e Kuçicës, gjen zgjidhje për problemin me ujë të pijes. Ndërtojmë qerdhe të reja për fëmijët, do të realizojmë ngrohtoren e qytetit, trafikun publik, pishinën gjysmë olimpike, parqet me lodra për fëmijë, parkun teknologjik inovativ, shteg për ecje dhe vrapim, si dhe do të zvogëlojmë numrin e drejtorive komunale me qëllim orientimin e buxhetit për më shumë investime kapitale, ka thënë Kurti. Rival i Hysni Mehanit është një kandidat ma shumë se multimilioner, i cili garon për të sunduar, jo për të shërbyer. Unë muj me bashkëpunu me ata që dojnë me shërbyer, jo me ata që dojnë me sundu. Unë e du shumë Skënderaj. Unë e du shumë Skënderaj, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderaj. E tash, këta janë shumë në haltë madhë. Beli janë të u friksu shumë, pra ndaj edhe po dëshirojnë të i friksojnë të tjera. Kur mos e harroni, ata që këshyrin me i tu tjertë, janë të utut vetë. Dhe ne e kemi një dalim të madhë në vlera me ta. Ne dëshirojmë të shërbejmë me përkushtim, me dashni, me pasion, me dije, me punë. Ata dojnë një tutë të tjërët. I kapë një farë lëmëtërije kër e shohin që pjututë të dikush. Prandaj nuk mbohet qeverisja demokratike në Republikën e Kosovës me njerëz të cilët kanë qenë një tutë dikush. Por Hysni Mehani nuk një tutë. Prandaj ata përshtypën friga cakët, ose me e thonë edhe ma mirë në gjuhë popullore tucat. Tucat e kanë lakmi tutën e tjetrit. Lakmia e tucave është një tut atyre dikush. A kuptoni? Prandaj kjo garë është ma shumë se garë lokale e komunale. E Hysni Mehanën në një mirë. Është aktivistit dhe devotshëm, është studiues, është mendimtar, njeri që lexon, njeri që afron, njeri që bashkon, nuk ndalen, nuk përçon, dhe është edhe modest, edhe treg.